Me hyrje në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 425 datë 26 qershor 2024, një kategori mësuesish është përballur me ulje page për shkak të ndryshimit të grupit të pagës për vlerësimin e diplomës. Me hyrjen në fuqi të vendimit numër 425 datë 26/2024, një kategori e caktuar mësuesish ju ul paga e grupit, paga për vlerësimin e diplomës, gjë që është konsideruar si një padrejtësi që është bërë kësaj kategorie mësuesish. Sipas sindikatës së pavarur të arsimit të Shqipërisë, vendimi ka prekur mësues që kanë qenë pjesë e sistemit përpara hyrjes në fuqi të VKM-s, duke cënuar statusin dhe të drejtat e fituara prej tyre ndër vite. Për këtë, të dyja sindikatat, FSA-shi dhe SPA-shi, zhvilluam disa takime në Ministrinë e Arsimit dhe në takimin e dytë ne arritëm që të gjithë të bijem dakord që kjo është bërë gabim, vlerësimi i diplomave të këtyre kategorive të mësuesve që me sistemin që kishin marrë studime 3 vjeçare, të atyre me bachelor dhe të mësuesve që kishin mbaruar master profesional. Dhe u ra dakord që t'i jepi zgjidhje nga Ministria e Arsimit dhe Departamenti i Administratës Publike kësaj çështje. Sipas presidentit të Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, Nervus Kaptelli, zhvlerësimi i diplomave nuk duhet të kishte ndikim financiar për mësuesit që tashmë ishin në sistem, ndërsa problematika prek rreth 6.000 mësues në të gjithë vendin. Po presim që kjo të rregullohet me VKM. Ndërkohë çështja është dërguar në gjykatën kushtetuese nga një shoqat, ndërsa sindikatat u bëjnë thirrje mësuesve të mos bimë prej keq informimeve dhe premtimeve të rreme. Maturantët me rezultate të larta në mësime